musliman, ti që ban namaz dëgjo, dhe ti që ke dëshirë me ditë se pse musliman të falen, par arsije se di, sa është e arsishme me i thonë, ati që nuk fal namaz vlla i dashur musliman, po si do qovë ndëgjo, par arsije se Allah subhanahu wa ta'ala ka thonë Kurani Kerim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, nuk i kam kriju gjinët dhe njerëz për diçka tjetër, vetëm mua që të më adhurojnë. Do me thonë, ai cili e hum namazin i jep fund islamit, mos i ban qef vetës tone. Wallahi billahi tallahi, i posedoj argumente jo me qindra me mia, që ai që e len namazin nuk është musliman. Mos dil ditën e gjikimit me thonë, ka thonë haloni dhe faloni, për arsye se Allah ka fol këto. Pejgamberi sasem ka folen, ka tregu dhe mos unis me shku në ahiret pa namaz. Me qdo se niso, me namaz mos u drejto, se Allah u narujt, ndoshta dhe agjerimi jotë sa i pranum. Edhe haji që e ki bot 30 her haq, nuk është i pranum, dhe sadakaja nuk është e pranum, për deri sa të bansh namaz. Mos thuj se unë e zemrën flaksibora kam, aj nuk është me rëndësi namazi, është me rëndësi zemra, zemrën flaksibora e kam. Unë e kur kujnë të keqen sa s'ja kujtoj, kërkan nuk e shqetësoj, bile tenton aj mu të argumentu me argumente. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që e kanë transmetu Imam Ahmedi, Tirmidhiu dhe Ibn Majah, ndëgjoj vllai dashur musliman, kur flet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për namazin, çka thot? Thot rasul amri islam, koka e çdo sendi tash islami. Ai cili nuk ka islam, s'ka për të shpëtu në ahiret, për arsye se Allah ja ka bo haram gjennetit, që të pranon ata që sa musliman. Tha wa umuduhu es-sala, tha shtilla kryesore islamit është namazi. Sa vllai dashur musliman, ke mundësi ti me jetu pa kokë, qaq ke mundësi ti me qenë musliman pa namaz. Tha wa dhirwatu sinamihi el gjihadu fi sebilillah, tha dhe kulmi skaji islamit, vepra më e lartë në islam është të lëftosh për islamin në rrugën e Allah subhanahu wa ta'ala. Pra vllai dashur musliman, a pe din tash pse vlen ti me jetu në këtë dunja? A pe din pse vlen me jetu në këtë dunja? Ti vlen dhe pasuria ite, vlen që ta posedojsh, për shkak se dëshmon se s'ka të adhuruar pos Allah subhanahu wa ta'ala, s'ka të adhuruar që meriton adhurimin pos Allah subhanahu wa ta'ala, dhe se Muhammedi është i dërguar i Allah, dhe për shkak se ti fal namaz dhe jep zekatin, ai që i ban këto, rana Allah ti ban selam, se ti je i vetëmi njeri që meriton me jetun si përfaqen e tokës. Për këtë arsye pejgamberi sasem tha ja murnu prej anës Allah që të luftoj gjithë ata të cilët nuk e dëshmojnë këtë shahadet dhe të cilët nuk e falin namazin. Pasurin që e posedojnë, ani se e posedojnë këtë dunja, ato kanë mu llogarit fort për Allah dhe faktikisht këtë pasuri e kanë me padrejtësi për derisa nuk e falin namazin. Edhe nëse thot se unë s'ja kam mor hakin askujt, unë zullum kërkuj si kam ba, unë s'ja kam vedh këtë pasuri askujt, lejdi vllai dashur musliman, nëse se fal namazin dhe nëse se jep zekatin, këtë pasuri që e posedon e kije haram. Transmeton Imam Bukhariu dhe Muslimi. Thot Abdullah ibn Mesudi radiallahu an, thot e pyeta pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe i thash, ja Rasulallah, cila vepër është më e dashur te Allah? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u përgjigj dhe tha, vepra më e dashur te Allah është falja e namazit në kohën e vet. Me fal namazin në kohën e vet është prej veprave të cilat Allahu subhanahu wa ta'ala ma shumë i don. Apo don me ditë cili është miki Allah? Miki Allahut është
ai cili ban namaz. Vazhdon hadithi dhe thot, Allah subhanahu wa ta'ala ka thon, Allah nuk ja ka obligu robëve dhe një vepër që është ma e dashur të ai se namazi. Allah subhanahu wa ta'ala nuk ka zbrit fal si përfaqen e tokës, dhe nuk ka vepër më të dashur se sa ti të ballin tanë kur të nëjnë sejdë dhe ti thojsh, o Zot i madh, ti e ajte unë ma i madhi. Si ka mundësi ai që fal namaz, si ka mundësi me i thonë Allah, o Zot i madh, ti e ma i madhi kurse Allah nuk i ban sejdë. Edhe kur ta pyç ata dhe i thu, pse me vëlla namazin për le, a din se këto 24 orë, prej kujt i ke, prej Allah subhanahu wa ta'ala. As njani prej neve arsjetohet dhe thot, pe di kej, po shka mi bo shefit, shka mi bo drejtori që s'pole ko me fal namaz. E pse be vëlla, po ti fal namaz, pranojmë pun hin edhe fal namaz, ke drejta mos me vet ata. A tha se vet po 5 minuta se një ban punën e ati. Qka të ban mara? Tha qëtë pi punë me njëherë. Subhanallah, pse shefi qëtë pi punë ke derë të madhë, pse shefi qëtë pi punë ke gajlen shumë të madhe. Allah me qitë pi gjennetit nuk i kje derë. A e dinu lajdashë musliman, shumë njerëz e kanë pranu islamin për shkak namazit. Ti musliman e le namazin. Sa njerëz në transmitohet që ka qenë një jahudini që i fut në Egjipt, edhe e pranoj islamin parasit disa vite. E pytën dhe ata dhe i thanë, qka të bani ti e që me pranu islamin? Tha namazi muslimanve, s'kam pa din, s'kam pa fe cili ka regulore, cili qithë qëndrojnë, gaditu dhe qenë, për Allah subhanahu wa ta'ala. Ajo që mbani me pranu islamin, ishte namazi. Lajdashër musliman, qertë pa e pranojnë islamin për shkak namazit. Ti islamin e ke, edhe ati ja ki këthi shpinën duke e la namazin. Ti e policia kur të nali dhe thot a i e filoni biri filonit, thot po dëshmo se e filoni biri filonit, edhe letër njoftimin e nëzirë për gjepit dhe i galzon se kjo është argument se unë jam filoni biri filonit. Para Allahut pa letër njoftim s'ka, para Allahut pa namaz nuk ka. Dëshmia që dëshmon se je musliman është namazi. Pa atë pejgamberi sasem ka porosit namaz, edhe Afrikë ma shumë porometin e vetë, se po e len namazin, e pas taj ndështë aki, bandë mira në këtë dunja, del për Allahut pa namaz. Ndëgjoh lajdashë musliman, hadithi që transmetohet prej anës Allah subhanahu wa ta'ala, që pejgamberi sasem ka thonë, awwalu ma yuhasabu al-abdu bi yawm al-qiyama, për punën e parë që ki e mu pit në akiret, ka thonë do t'jetë namazi. Nëse namazin e kanë regull, kanë mu ju pranu dhe vepra qera. Nëse namazin se kanë regull, s'kanë për t'ju pranu dhe vepra qera. Pra lajdashër musliman, a ka ma ketë se me shtjetësu Allah në kolele namazin? Allah ka dhëmë falu kise falë, a nuk ka shtjetësim kjo për Allah? A nuk ashtë ki me sikur me bo hajgare me urdhin e Allah s.a. A ka shqetësim matë madhë për pejgamberin a.s. I cilin momentin e fundit undante prej kësaj dunjaje, por si te o umet namaz, e ti nuk e ban, nuk e merë këtë vasijet dhe nuk e qënë në ven. A nuk ka kjo shqetësim për pejgamberin sasem? A ka shqetësim matë madhë? A ka më shqetësim më të madhë se me ja këthi shpinën urdhët pejgamberit sasem, urdhave të Allah dhe urdhët pejgamberit sasem? Pa ata Allah të banë selam, këthau në namaz, filloja namazin dhe krije këtë obligim para se të vendënimi Allah, e pas taj nuk ka shpatim dhe nuk ka këthim. Ban namaz para se të ngurë të korrizit. Allahu ka thonë Kurani Kerim, atë ditën e gjikimit do turnohen ato që i kanë thonë vetës musliman me i bo Allahut sejdë, tentojnë gjithë Allahut sa të mi bo sejdë, e shofin se pasuria e cila e kanë alë prej namaz